Mirë se erdhët në program. Natyrisht që gara për Bashkinë e Tiranës do të bëhet çdo ditë dhe më e fortë. Unë nuk do të mfshihem si kolegët e tjerë rreth rrotull për të thënë që do të bëjmë një profil ose nuk do të bëjmë një intervistë të fortë të vërtet brenda fushatës që ka kohë që ka filluar. Do ta them hapur që sot dua të bëj pyetjet e mia pavarësisht se kur koincidojnë me fushatën ose jo, edhe pavarësisht sa i shërbejnë dikujt për të kuptuar profilin e njeriut që mund të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës. Sot i ftuar është Halim Kosova. Përshëndetje. Adi, faleminderit, mirëmbrëma. Të falenderoj për ftesën, për këtë mundësi që ti më jep që të bashkëbisedojmë bashkë. Dhe si fillim për këtë nder që ti më bë, po të mos e ndro krevatën se që i ka ngjyrë që të shko ka shumë. Duke patur parasysh që kjo është një kravatë që në marrëdhënie publike është e lidhur me të djathtën, me konservatorët, pra në një kuptim dhe Partinë Demokratike, jam i bindur që nuk e the Nuk e lidha me asnjë. Kjo ngjyrë të shkon shumë. Ti nuk u ndjeve partijak tani që fytyrën e ke më të qeshur, më të sinqet me këtë lloj kravate. Vim tek kandidimi. Kandidimi ishte i vonë. Emri nuk dihej në fillim siç kishte qarkulluar për parti të tjera, ka që e kanë ditur para 2 vjetësh, ka që e kanë ditur me garanci për para disa muajsh. Ka 2 alternativa që të shoqërojnë. Alternativa më e fortë, Halim, është që zoti Berisha ka thënë, të duam dhe këtë herë, Halim, të na ndihmosh për një betejë të radhës. Alternativa e dytë është kryetari Basha të ka thirrur dhe të ka thënë, Halim, dua që t'jesh kandidati ynë për Tiranën. Ti gjithmonë me të dytën ke qenë më i suksesshëm. Edhe po të kujtojmë ca gjëra, kështu që me të dytën kam qenë i suksesshëm. Pse mendon e kanë zgjedhur Halim Kosovën këtë herë për të përfaqësuar PD-n në një betejë të vështirë? Adi, ti gjithmonë bën pyetje çik të vështira dhe kjo pyetje më vjen pak siklet se si të flasun tash për vete, po dhe ti e në djeni që nuk është se është hera e parë që emri im qarkullon. Dhe kësa radhe, kur filloj të qarkulloj, sinqerisht e ndjeva veten të vlerësuar. Don i 5, i 10, i 20, sa do lloj pozicioni që të kesh. Kur je i përmendur në emrat e mundshëm për të drejtuar një qytet me 1 milion banor, absolutisht e vlerësoj si një notë shumë pozitive për gjithë punën time 35 vjeçare. Dhe njeriu kënaqet, thotë, po shumë mirë, po përmendet emri. Por në ndryshim nga herët e tjera, kësa radhe vite me ca punë më në rregull në familje ose përreth meje, vinte me një situatë në të cilën unë gjithnjë më shumë i mbusha vetes dhe nënzëj bëjthirë dhe të tjerëve që kush ka mundësi duhet ta japi kontributin për qytetin, për lagjen, për shtëpinë, për Shqipërinë, se s'bë Adi duhet të bashkohemi, kushdo që ka mundësi, për të bërë diçka. Dhe nga ana tjetër, thash, në mjekësi ka shumë breza, e çuni mbaroi vjet djali, ka shumë breza të rish, ka mjek të talentuar, të specializuar, ka shku trajnime, kanë ardhur. Donë është një ushtri shumë e përgatitur për të shërbyer pacientit. Në anën tjetër, gjithmonë e kam pas si kështu, si dyshim ose si verifikim, ne vujmë për njerëz që projektin, apo e thënë thjesht, letrën ta bëjnë realitet. Kjo është që na mungon, Adi. Dhe unë kam dhënë prova që këtë mund ta bëj. Kam dhënë prova sepse kam menaxhuar një spital në një situatë që thuaj ky vend nuk bëhet ose sistemi shëndetësor nuk bëhet, nuk ndryshon kurrë. Ti përmende disa elemente se përse ata të kanë zgjedhur ty, në kuptimin që ti je ky njeri që sapo përmende. Po, Halim, kryesia e PD-s, ose ndoshta nuk e di kush e ka marrë vendimin atje, se kryesia e PD-s për mua është një koncept shumë flu dhe gati i pakapshëm. Po kush e ka marrë vendimin? Pse shkoj tek Halim Kosova dhe jo te cili do njeri tjetër i cili më shumë ka qenë prezent nga pikpamja partijake, ose ndoshta dhe më shumë
mund të kontribuonte nga pikpamja e partishmërisë, e devocionit dhe e luftës partijake, e cila shpeshherë bëhet edhe e shëmtuar. Pra ata në çfarë situate ishin në momentin që të zgjodhen? Edhe një radi, po i kthehem prap listës që u përmend në strukturat e Partisë Demokratike. Të gjithë emrat ishin të goditur. Sa herë i dëgjoje, thoja, gjithmonë më shumë po më pëlqejnë, sepse strukturat ose baza kanë filluar të propozojnë njerëz që vërtet ja vlen që t'i kesh në krye të një qyteti. Dhe sinqerisht thoya që kujdo që t'i dali emri, mu do të më ketë krah. Ashtu sikurse unë i kam krah ata tash. Por në fundit, kur janë 5-6 emra apo më shumë, prap një kryetar duhet, kështu që një emër do seleksionohet në fund. Dhe mendoj që puna ime 35 vjeçare, kontaktet e shumta që unë kam, me të gjitha llojet e kategorive, të pasur, të varfër, të larg Tiranës, afër Tiranës, në qendër, në fshatin më thellë, ndoshta më ka bërë shumë transparent dhe ka qenë një mundësi që njerëzit të më njihnin nga afër. Më njihnin për përkushtimit, më njihnin për devocionit, më njihnin që kur i binin telefonit në çdo lloj ore të natës unë shkoja tek ata, për t'i shërbyer. Me fjalë, kam dhënë kaq shumë prova në 35 vjet, sa çdo njeri këto i rikujtonte kur vinte puna për të vënë gishtin tek emri i veçantë. Dhe konsiderohet në fakt nga pikpamja e Partisë Demokratike një zgjedhje me vend. Njerëzit të gjithë thonë që Kosova është një bur i mirë me reputacion të pacënueshëm i cili ka punuar fort. Ndërkohë, ne të gjithë e dimë që shpesh herë numrat janë kapriçoz, kokfort edhe tinxar. Të gjithë e dinë që po të bashkohet nga pikpamja numerike Partia Socialiste me LSI-n, dikush edhe ka përcaktuar në një stigmatizuar me një emër si aleancë, gjithmonë këto numra fitojnë. Pa, nuk keti një shqetësim që ata kanë sjellur një njeri të mirë, ai njeriu i mirë dëshiron që të bëj dhe ca veprime. Po numerikisht e ka të pamundur që të fitojë bashkinë. Duhet ndodh një proces shumë i komplikuar, i cili është çfarë? Në qoftë se do një fjali unë ta them, por po më le pak momente që unë ta sqaroj pak më gjatë këtë se këtë pyetje që ti më drejton me fjalë, më lejo vetëm një sekondë të them një diçka. Shkoj një natë, s'më kujtohet mirë, a 10 ditë para një javë. Tash do ta lejoj 2 minuta, po shkoj një natë, merr një natë dimri. Jo, shkoj një natë në shtëpi dhe sapo hyra, se jam shkëput nga lajmet to, se merrem vetëm me probleme, çfarë takoj njerëz, dëgjoj hallet, shoh në shtëpi, mlidhemi ndarke në tavolinë me njerëzit që kanë përreth, si do bëjmë më të mirën. Dhe shkoj në shtëpi dhe Elsa që ti e njeh, thotë më morë vesh më thamu. Ç'të marr vesh? Ç'a ka ndodhur? 42 parti tha ke kundër dhe kaq kandidatë, dhe 3 kandidatë ke kundër më thamu. Ja më ç'a. Edhe vazhdova punën në kuzhinë. Merri prapë nga mbrapa. Por e di çdo thotë 42 parti tha. Edhe u ktheva. O gruaj tash. Me qa shof dhe me qa sinjalesh kam nga njerëzit, aq më tepër dhe nga deputet ose miq ngusht edhe nga ana tjetër, që ndoshta ndonjëri edhe më thot në llaf kundër meje në publik, mu më thot mos e qa kokën se e ketë sigurt. Unë nusja ime dhe qa ime në shtëpi se kemi për ty votën. Unë di dhe muhabetet e tjera konfidenciale që njerëzit më shprehin nga dishmërinë e tyre, nuk i detyroj adi, ma thonë vetë. Plus që në çdo takim që bëj, unë jam mjek dhe unë e shoh për njerë fytyrën e tjetrit dhe e psikologjisë ka e ka syri. Për njerë, sa ta shoh? Është një përqindje shumë e vogël që mund më thotë, do shohim doktore, do ta mendoj dhe njerë. Të gjithë janë shumë entuziastë. Përkundrazi, nuk e dija që kisha punuar shumë, jo vetëm unë, po gjithë stafi im, se më thonë ka shpëtu gruaja, më ke shpëtu fëmijën, më ke bë këtë, më ke bë atë. Të gjithë përmendin raste personale, të cilat në fundit më kanë nxjerrë pa mu në marrëdhënie me publikun. Dhe, e dyta, më kanë nxjerrë pa mënyrën se si unë e kam shërbyer pacientëve. Dhe çdo njeri në kokën e vet e përkthen këtë që po kështu, mbas 35 vjetësh punë, ky do më shërbej edhe si qytetar. Të fundit fare, krahas testimit që unë i bëj ambientit përreth, pak përpara dhe tash çdo ditë, unë kam dhe miqtë e mi të cilët jashtë Shqipërisë, të cilëve i çoj nga një email. Kur unë marr vendime si ky që është shumë i rëndësishëm dhe për jetën. Njëri nga ta më shkruante kështu që kemi pas bashkëpunime
të huaja donacione, ka pa mënyrën se si trajtoheshin gjëra, si shkonin lekët me transparencë kështu, dhe më shkruajte vetëm një paragraf. Që i thash, a kam vendim të drejtë këtë që kam marrë dhe si mendon ti që unë ta bëj më të mirën e mundshme? Dhe më shkruajte një paragraf shumë të bukur, thotë. Halim, thotë, kur ti gjatë gjithë jetës tënde ke bën më të mirën e mundur për pacientin, pse mos bësh të njëjtën gjë edhe për qytetarin? Tash kajtesha, tash edhe i bura vullën. Duhet t'i kthehen pak sharjeve, jo vetëm në publik, po dhe në ambiente në rrethe, që janë pjesë e komunikimit njerëzor. Ne shpeshherë nuk na vjen mirë, po unë e mirë kuptoj dhe një njeri që nuk kontrollohet dot dhe dëshiron publikisht të shajë një njeri e kështu me radhë, njerëzit që janë në publik gjithmonë han ca sharje më tepër. Më bëri përshtypje, një njeri mos më bie sharje, se kam dalu gjithë, kam thënë nuk du me dëgju fare. Absolutisht. Vetëm absolutisht. Dua jo të sjell sharjen as sharsin, se nuk i respektoj aq shumë, por dua të sjell shqetësimin që gjatë kësaj periudhe për ty do thuhen gjëra të këqija, do të mundohen të cajojnë ose të thonë edhe atje ku ka virtyte të forta të gjejnë vese të dobta. Pra, është një periudhë ballafaqime shumë të forta. Duke pasur parasysh natyrën tënde relativisht të prerë dhe të hapur. Gati më vjen të them, a do mund ta përmbash veten dhe si do ta sublimosh së brendshmi gjithë të periudhë të ashpër ballafaqimi? Ky gjesti që pas ke bërë, që ke thënë që mos më sillni as të shara, më duket i shëndetshëm gjithsesi. Kush tenton me ma bë prap këtë rrugë, nuk e takojmë. Do takojmë mas datës 21 qershorit, fajtemi nga farefisi, kështu që i kam, se kanë një qip brenda dhe afrojnë, shikoj, për Facebookun e nuk du me ditë asgjë. Ati, unë kam eksperiencë të marrëdhënie me njerëzit. Kam eksperiencë me pacient, po dhe me personel. Ajo që unë kam kuptu është kjo që çdo mendim, çdo humbje kohe që ti të mendosh për të kthy një batut, për të kthy një sharje, për të bërë një kundërpërgjigje, është humbje kohe. Sa unë të vras mendjen për një batut, unë kam përbërë të vras mendjen për një zgjidhje. Problemet janë kaq të mëdha sa ty Adi, ashtu sikurse dhe mu 20 ditë përpara, nuk do ta merrte mendja, siç nuk ma merrte më mendja. Çdo ditë që takon njerëz, ti e merr vesh se çfarë situate ka ardhur gjendja e popullatës, gjendja e njerëzve në çdo cep të Tiranës aty. Kur vendosëm që do vije në intervistë, të kam përgatitur disa pika që thash nuk duan të më humbin. Po një pyetje është tipike që do ta bënte çdo njeri në Shqipëri. Kush të telefonoi për të të bërë propozimin e parë? Kjo është pyetja më e thjeshtë. Lulzim Basha. Vet. Bile son darkave shkoj tek mamaja se vazhdon të jetë e parizuar për 3 vjetësh edhe don i ri, i bëj shoqëria, e qesh, më thot mu në ekran të qoftu gjithë ditën, edhe ngacmojmë çik bëjmë shaka. Dhe kur ra telefoni, dola diku jashtë domës se kështu, po e nuhata që një diçka ka, se nuk është se nator, dvonë të natës, ishe mbas orës 10. Tha, Alim, çfarë bën? Tash ish, po ri këtu te mamaja. A ke mos i të vish pak në zyrë? Po si oj tash. Për hir të së vërtetës, nga zëri mu duk si i gëzuar, do në kishe diçka për të më thënë. Atëherë, për ta respektu, se tash mund të kenë arrit në një konkluzion edhe shkova në shtëpi, unë ndrova kështu shpejt që ta respektoja lajmin, dhe ai pastaj tha, Halim, tha, 96% e të gjitha strukturat e votimeve, çka kemi bërë në testimeve, janë pro kandidaturës tënde, kështu që të përgëzoj, jo vetëm që e përzgjedha, po edhe është një kështu unanimitet tha, për t'u admiru, tha, për kandidaturën tënde. Kështu që dorën i thash, hajde tash ti përvishemi punës. Ti e di që unë kam qenë, ti e di, natyrisht që ti e di se unë të kam thënë, unë kam qenë kundër faktit që duke qenë një mjek i njohur në Tiranë, duke qenë njëri me shumë lidhje shoqërore, duke qenë njëri me një karrierë të vendosur mirë, të pozicionuar mirë, ti befas ju bashkove një partie politike, cila do qoftë ajo, në jetë, edhe pse ky nuk është sakrilegj, ky mund t'i ndodhi të gjithëve. Po në vetvete duket parë ty. Pastaj unë të kam parë ty në parlament, kur nuk më duket vendi më i shëndetshëm dhe më i ndershëm dhe më i mirë në Shqipëri,
me thënë drejtën dhe nga pikpamja e psiqikës përgjithshme. Gjatë këtij viti që ke qenë deputet, ke pas më shumë ndjesi të këqija apo ndjesi të mira? Dhe është e vërtet perceptimi përgjithshëm që ajo sallë është një sallë gjysmë të çmendurish? Gjysmë të çmendurish. Më falë, se unë desha me thënë të çmendurish, po për elegancë tash ti fut një gjysmë. Jo, unë jam dakord as me gjysmën, kur thot gjithë jo, se jam dhe unë, hajde unë, po. Parlamenti, ku në të janë 140 vetë të përzgjedhur nga i gjithë vendi, duhet jetë vendi më i nderuar për çdo njeri dhe duhet jetë normalisht një arritje shumë e madhe në jetën personale të çdo kujt. Jo vetëm kjo, por në parlament, normalisht, po them, duhet të kesh mundësi që të debatosh me kolegun ose me kolegët në mënyrë që popullit për nevojat e përditshme që ai ka, ti propozojnë ligje ose ti aprovojnë ligje të cilat do ta ndihmonin dhe do ta përmirësonin jetën e përditshme të qytetarëve apo gjendjen e tyre reale në të cilën ata ndodhen. Me këtë mendim unë kam shkuar në parlament. Por ç'a ndodh aty? Unë shkoj në parlament si domosdoshmëri për të bërë diçka kryesisht për sistemin tonë shëndetësor, se për aty dalin gjithë ligjet, i bindur që cilësia e shërbimit, ka shi pacientit, nuk varet vetëm nga eksperienca personale e 1, 2, 5, 10, 20 mjekëve. Ajo që është më e rëndësishme aty është që cilësia e kujdesi sistemit shëndetësor varet nga sistemi, nga organizimi i sistemit shëndetësor, që do thotë, çdo qytetar i këtij vendi duhet të ketë kontakt me bluzën e bardhë për nevojat ose kur ai ka hall, po dhe për të bë kujdesin profilaktik ose parandalues që i themi ne. Kështu që unë kuptova një gjë që sado eksperiencë që të kem unë ose kolegët e mi, ti mund të bësh 10 vizita, 20 vizita, po të bësh një kontribut për 3 milion banorë. Mendova që është shumë herë më e vlefshme. Dhe kjo lloj logjike më ka ndjek. Kisha klinikë private, 30-20 vetë, 50 vetë, thash, pse mos bëj një hap ku të ndihmoj 300 vetë, siç është spitali. Mu dha ku bërë ato që dihen. Erdhi puna, më doli shansi për ministrin e shëndetësisë, sa do pak kohë, le të jap një sinjal që se si mund të ndryshojnë punën në këtë vend, pa fut dorën te lekët te buxheti që është caktuar për pacientin. Dhe me këtë logjik shkova dhe në parlament. Ti do thosh, a u kënaqe apo jo? Unë mund propozoja një diçka shumë të vlefshme në komision, që i shifja dhe sytë e kolegëve që donë, dhe në fund pasaj thote, mirë, tash i bëjmë gjë, urdo, e votojmë çik, po dakord. Unë prisa gjithë çoshin dorën, kur tikte mendimi, plus aty, paragrafi i fundit që do them, tentova të bëj një diçka jashtë natyrës time, siç është parlamenti, se nuk jam shumë i letrave, por e pash që, sidomos kur më doli ky lloj propozimi, si njeri i aksionit, thash, në këtë vend mungojnë njerëzit që letrën ta bëjnë realitet. Në fundit për këtë ka nevojë njerëzit. Që një projekt, një program, një ide, ti shkoj atyre, se nëse ti e bën letër, sado bukur ai nuk shërben. Kështu që vendosa të vijem në shërbim, të marrim përgjegjësitë për të bërë më të mirën e mundshme për Tiranën e madhe që përbëhet nga 1 milion banor. I ke dëgjuar deri tani rrëfimet e konkurrentëve të tu, o bisedat, o intervistat të konkurrentëve për Bashkinë e Tiranës? I ke parë si ke parë? Absolutisht jo. Ja. Absolutisht. Nuk e konsideron këtë një defekt, Halim? Ata mund të thonë gjëra që ti mund t'i kapësh, mund të thonë gjëra që ti mund të reflektosh mbi, mund të thonë gjëra që mund të ndihmojnë ty për t'i luftuar në atë përballje të madhe me qëllim që publiku të kuptojë. Se kjo më duket një qëndrim gati izolacionist. Dakor, t'ja përgjigjem. Unë bëj gati 10 orë në ditë takime, para dite, mas dite intensive. Unë kam saktuar njerëz nga stafi im, që mbas fitores që ne do të kryejmë në 21 qershor, çdo lloj ide e cili do nga kandidatët, jo vetëm Tiranë, edhe jashtë Tiranës po të ketë, ne ta marrim ta fusim planet tona. Absolutisht nuk jam xheloz madje e vlerësoj çdo ide që neve mund të na duket e vlefshme. Po çam thënë ato? Vazhdo se deri tash thonë ç'a thu ti.
S'ka një problem, po. Që nga një grup shumë entuziast dhe shumë i gëzuar me atë që ndodh praktikisht. Ti e ke dëgjuar që konkurenti, një nga 3 konkurentët e fortë për Bashkinë e Tiranës, zoti Veliaj, ka kërkuar me një lloj insistimi që të ketë një debat të televizuar midis teje dhe ti, për një debat televiziv, ai e ka kërkuar për të kthjelluar pozicione, perspektiva, ide. Ti nuk je përgjigjur asnjëherë kësaj ftese. Ti dëshiron të bësh një debat televiziv? Ma ka thënë mu? E ka thënë publikisht. Televizor, po. Unë nuk e kam dëgju prap. Nuk e përsërisme, po ndaq besoj, ndaq mos beso, kështu. Po, kur më thanë, unë mendova e qikë thash, mi më mirë këtë debat, hajtë më, po mos më kërko njëri garë për të këndu, se njëri nga ato më duhet, më ka thënë që këdo në përdasme në përgjë, hale kjo paska kjo fushata. Adi, një nga arsyet që unë sa po tash pak më parë janë në parlament janë debatet që jo gjithmonë unë i kam konsideru të frutshme për qytetarin dhe për qytetarët e këtij vendi, qytetarët dhe qytetarët e këtij vendi. Nga debati kam një lloj alergjie kështu si person, se më duket llaf e bosh. Por mos kujto që arritet që unë kam bë, qoftë në spital, qoftë sektorin shëndetësor në përgjithësi, i kam bë pa debate adi. Nuk është se të gjithë i kam pas pro, më dash debate shumë të forta që të arri aty ku unë kam pas vendos. Kuptohet, duke pas pjesën më të madhe stafit me mu. Kam pas rast adi ku ti merr të tresin për një urgjencë shumë të rëndë, dhe rasti i fundit, para se të lija punën ishte një vajzë 19 vjeç, ti nisesh me vrap nga shtëpia, ose me makinë, për 7 minuta isha i veshur sallë të operacionit, puna e parë që ti shef sa po hyn në spital, shef 10, 15, 20 familjar duke qa njëri gjutë e murit me grusha, e mbaj mend dhe ai kishte qenë i jati, po se pash më vonë, do një situatë shumë prekse, një bitë stoli, një qanin, 2 ishin kap për qafe, ti tash do shkosh në sallë. Do vishe shpejt, nuk e ka as me ula, do hysh në operacion dhe do marrësh bisturinë sepse duhet ndërhyrje urgjente, dhe ato thënë, ndarë, mos e fillo operacionin, çka ka, i pushoj zemra. Ti do lesh bisturinë, do japësh masazh zemrës që të filloj nga puna, dhe për të 100 e sekondës, nuk e më qef këtë, më shkoj në mendje, po sikur unë në kohën që e pres pacientja mos të bëjë prapareze, mos rikthehet në jetë. Sa do të thënë, erdhi ky nga shtëpia, ç'na desh e thirrëm na e vdiq. Si mund të interpretoj? Por gjithmonë adi, kam qenë i prerë në vendimarrje dhe kur e kam marrë një gjë, e kam marrë gjithmonë në favor të pacientit, nesër qytetarit. Kam vënë bisturinë dhe e ka shpëtuar. Jatit dhe familjarët e tjerë në këtë rast, se kur dalë nuk është se them shumë gjëra, çka e mirë si e kalon, me gjatë ose shkume, më ka mas disa ditës dhe ma shpjegohet dhe pasaj me mësi, sepse ishe informu nga personeli, për çka kishe do, për të më falenderu. Du të them që, për frikë, absolutisht për çdo lloj gjë jam në dispozicion për debate për çfarë dush. Por debate që të kenë një frut nga mbrapa. Po debat për debat, për të harxhu kohë, për të kthyer përgjigje shakave, batutave, që ti e di që nuk ta përtoj, po nuk është momenti për shaka e për debate. Është momenti për puna di. Listat, po ta themi gjë, janë të pafundme në dyqane dhe listat e shitësve janë të pafundme te grosistët. Kjo skem shumë shpejt do rënohet aty dhe inshallah nuk arrim atë ditë se do të jetë një situatë jashtëzakonisht e papëlqyeshme. Çfarë vëre unë? Duke të njohur ty herët, unë konstatoj se ti ke vendosur të tregosh kujdes në retorik dhe në trajtimin e çështjeve ose të emrave. Që është qëndrim i mençur nga pikpamja publike në një fushat. Që mos biesh të shash njerëz ose të tregosh, sharja sot konsiderohet, me thënë drejtën, e dobët nga pikpamja morale, njeriu nuk fiton. Kur tregohet cinik, kur shan gjithçka, kur i dalin stërkala nga goja, kur nuk përmbahet vetë, domethënë ne kemi raste këto kohë që po bëjnë shumë përshtypje në publik. Por, Halim, unë do të bëj një pyetje tani dhe unë do të shoh fytyrën ty dhe regjia ka marrë një sugjerim që të ta mbaj në portret në një 2 raste
Nga të këthejmë. Ti mos ti ktheu nga të duash, ke 4 kamera edhe rrët. Çfarë ke ndjerë kur ke mësuar që ndoshta tek zoti Veliaj do të marrë pjesë në listën për Këshillin Bashkiak, ose ndonjë detyrë tjetër, se unë dhe nuk para i vlerësoj shumë këto gjëra në eci e sipër, Orion Glozheni? Absolutisht, sa më shumë të kolegë të kem në Këshillin Bashkiak, pavarësisht nga cili janë anojnë, prap jam i sigurt që do bëjmë më të mirën për qytetarin. Absolutisht, antarët e Këshillit Bashkiak të një parti ose të një partie tjetër, do t'i konsideroja gjithmonë bashkëpunëtor për të mirën e qytetarit. Adi, unë po të them një diçka të vogël. Dhe në parlament, kur të gjithë deklaronin që jemi për të mirën e qytetarëve, shumë herë mendime, shumë larg njëra tjetrës, mu nuk më përkonin. Sepse në qoftë se të gjithë bashkë do të jemi për të mirën e qytetarit, mendimet do të jenë aty shumë të vogla me ndryshime. A kupton? Nuk mund të jenë diametralisht kundërta. Kështu që unë jam i sigurt që dhe me Orionin do gjej bashkëpunimin më të mirë të mundshëm në këtë drejtim. Pastaj unë jam konkurroj për Krye Bashkiak, ai konkuron për Këshill Bashkiak. Unë konkurroj me 3 vet, në 60 vet. Po nuk ka problem fare, sigur unë e kam kolegë dhe mbetet kolegu im. Të kanë pyetur me siguri këto kohë të gjithë se si do t'i përgjigjesh e ti disa përcaktimeve që në fakt për hir të vërtetës ndoshta nuk janë dashakeqe, po janë ndër rastet kur një njeri thjesht nuk e kanë kontroll veten, kjo ndodh sidomos me moshat e reja. Disa përcaktime që kryeministri ka bërë për ty, disa stigmatizime, disa që janë quajtur në publik edhe ndoshta dhe tallje ose vënie në lojë, një tendencë për ta ulur pozicionin e tjetrit. Ke një përgjigje? Nuk di gjë. Jo, më thënë njëri që ka thënë i lodh. I lodh, Pa. Po i lodh është diagnozë vëlla, nuk mund të japi asnjë lloj zanati tjetër, se s'po them piktor, asnjë lloj zanati nuk mund të përcaktoj, kjo është pur mjeku. Dhe unë me lezet kam thënë, i lodhësh kush lep zanatin herët. I lodhësh ai që s'bësis duhet punën, por ana shkalon. Ai që merret me gjëra si profesore. Por nuk e kam llafin për kryeministrin. Adi, sa më shumë mu rritën mundësit për të pas marrëdhënie me publikun, dhe po të them të drejtën, sidomos kur unë mora detyrën e ministrit, thash, ore të shoh një ç'është ky arti i marrëdhënieve me të tjerët. Le ta shoh një. Pse? Sepse nuk do t'i lejoja vetes kur që duke marrë përgjegjësi dhe më të mëdha, unë të devijoja nga ajo që jam i jetës përditshme. Dhe një këshill më thotë kështu. Qoftë ai përballë, thotë i budallik, që ty të duket budallik, ri qet dhe punë e parë respektoj mendimin. Le ta mbaroj deri në fund. E para respekto mendimin e tjetrit. Dhe kur e mbaron, në qoftë se ty nuk të pëlqen ose do duket një budallik i madh, respektoj se ajo ashtu e din atë. Nuk është se ka një diçka. Ajo ashtu e mendon. Kështu që respekto mendimin e tjetrit, sido që të jetë ai. Por të them dhe herë, në fushat janë punë llafe, gjëra, ti e the vetë fillim, çfarë s'do precësh, po s'janë asnjë gjë. Por për çdo njeri, unë mbaj mend të mirën dhe harroj të keqen. Qofse njeriu në jetë grumbullon çdo llaf të keq ose një gërzhvër, po edhe në familje po ta marrësh, nuk ecin gjërat. Prandaj duhet të qenë më zëmërgjër, fikso të mirën dhe shif çfarë të bësh më të mirën për tjerët. Ti e merr në konsiderat kandidaturën e Bojaxhiut? Sepse çfarë ke zgjedhur, si ke zgjedhur ta trajtosh? Do ta konsiderosh sikur nuk ekziston fare? Jo, më respektoj çdo njeri. Adi, çdo njeri që zgjidhet ose që merr përsipër me bë diçka, është i respektueshëm, se ka një ideal për të bë. Pastaj nuk i futem llogarive që gjithë secili bën se sa mundësi ka me fitu, apo rrugës që mund bëj lëvizje. Halim, ka 2 karakteristika të dallueshme tek e folura jote publike këtë periudhë. E para, unë kam një pyetje mos, ndoshta këto mund të të kthehen ty kundër. E para është një shqiptim relativisht i shpesht i faktit që kam punuar 35 vjet me ndeshmëri dhe i kam bërë ndere këtij njeriu se i ka lindur fëmia, këtij njeriu, kjo lindja e fëmisë me nënat që janë gjithmonë
në borxh tek doktori që i ka bërë për hir të vërtetës një nder të madh kur është lindja e fëmijëve, dhe e dyta ky bonizmi, kjo e mira e jote për të qenë i mirë me të gjithë, për të mos kputur në një kleç cinike, për të mos ta luajtur në mënyrë të përbashkët lojën e ping-pongut të batutës. Pra, këto të dyja mund të kthehen në të kundërt, ndoshta. Po, ta sqaroj. Ti bë ka gjatë pyetje tash, ai ta kapësh në fillim, po nuk është se mbaj mend. Jo, jemi dakord. Pyetja e gjatë merr një përgjigje të shkurtër kur ajo kuptohet. Jo, dakord. Pra mund të kthehen kundërt, kjo përmendja e shpeshtë e këtë do të them, po që ta them shkurt. Kur ti del kandidatur, ke lloj mendimesh edhe kështu njerëz që t'japin mendime. Njëri thot kravatën kështu, njëri kështu vishu, kështu ndroi xhaketën, jo me 3 komshë, bëjmë me 2 komshë. Don këshilla të lloj, po ka dhe disa që futen pak më në thellësi. Futen më në thellësi duke thënë që dëgjoj tash doktor. Ti ke punu shumë gjatë me atë. Po nuk është se kam prit linjati. Un kam bërë menaxhim të spitalit. Kam bërë një spital në një kohë kur gjithë shëndetësia ishte ku thret qameti, që mos fusë asnjëri dorën në xhep për bërë ilaçe për shërbimin që bën në spital. Nuk vej dorën zjarr për marrëdhëniet me personelin, se e ka njerëzin dorë. Por dhe për këtë, i kanë vënë numrin tim të telefonit në çdo dhomë, në çdo ambient, në çdo vend, që ata të sinjalizonin çdo lloj veprimi të gabum që do shifshin karshi tyre, ose mungesë shërbimi, si dhe thonin faleminderit, kur i shërbej mirë. Don, plus kësaj, në fund i lash dhe zarfa, Adi, se perfeksionoi ideja, me gjithë pullë, me pyetësorin brenda kur shkonin në shtëpi, reflektonin edhe një herë për të gjithë ato histori që kishin kaluar në spital, dhe mund të më çonin përshtypje se njeriu kur mbaroi hallin është shumë i gëzuar, nuk shef asgjë, po mbas sa ditë reflekton. Don, un vija si pasojë kësaj. Dhe dikush për rreth me, ose 2-3 vet më thonin që tash shkoj në maternitet, merje kartelat gjitha me radhë, qa ke bëti ndere, kështu, qa ke operu, kujta ke shpëtu jetën kështu, merje qoj ka i mesazh. E pashëm së tash, kuri tash. E pare punës ta dini ju, ta din dhe gjithë qytetarët e Tiranës, po dhe më gjërë. Unë nuk po kërkoj që të shpërblehem për 35 vjetë shërbim ka shi njerëzve, unë po kërkoj si njeri me provë, të kemë përgjësia akoma më të mëdhaja për të ndiku, për të ndryshu situatën aty. Ky nuk është, absolutisht nuk e quaj shpërblim këtë. E quaj si një detyrim, si një vazhdim i punës time në shërbim të qytetit dhe qytetarëve. Kështu s'ka pse të kthehet në... E ndjen veten pas gjithë këtyre viteve në marrëdhënie me një parti politike, e ndjen veten partijak? Je partijak liberal apo partijak militant? E di si është kjo pyetja, sigur. Ti kujt i ke shërbyer më shumë në jetën tënde, demokratëve apo socialistëve? Unë kur kthej kokën në parlament, 70% e deputetëve të PS-s kanë pas punë me mua. Kur në jetën time nuk kam pa parti. Kur në jetën time nuk kam pa i varfër, i pasur, gjunafqar apo i kamur. Absolutisht. I kam shërbyer çdo njeriu siç ti dhe e di vetë. Kishte një pyetje para përgatitore, Halim, sepse doja të kuptoja qasjen tënde në raport me atë parti, ashtu siç është ajo parti. Si më thënë, doja të bëja një pyetje, një analizë tjetër, që nuk do ta bëj. Të ta them përgjigjen se të shoh në sy se çfarë do më bë. Unë i kam thënë dhe qytetarëve në përtakime. Jam kandidatura e Partisë Demokratike. Jam këtu si kandidaturë e Partisë Demokratike për të bërë më të mirën e mundshme për të gjithë. Dhe kur më del në një kështu që thotë, jam i Partisë Socialiste, vota ime është për ty, thotë, a di gjatë atë që do të ne ka organizu. Don, bë çfarë dush, nuk du me ditë partinë kur më del njëri përpara. Mu më intereson halli aty. Çfarë problemi ke? Dhe unë të vras mendjen si mund t'japi zgjidhje. Sa fshatra ka Tirana? Po të më kishe vënë para 2 javë do kisha ngjes po. Edhe sa komuna, se ka 14 komuna dhe 115 fshatra. Okej, tani e kuptova që e di. Shiko, ka një shqetësim popullor sot, kur dihet që përgjatë kohës që është fushat, para fushat, të lëpinë, të lyejnë, të hanë, të kafshojnë, të duan shumë. Pastaj, dita e dytë mbas zgjedhjeve, siç ka ndodhur gjithë kohët e fundit, hiqen telefonat, zhduken, nuk të takojnë, s'duan
t'ja dinë më që njerëzit ekzistojnë, e kështu me radhë një distakim izolacionist i njeriu që merret me punë të mëdha. Kështu që ka ardhur momenti të të pyes, po këto shëtitjet në përlagje e në përfshatra aktualisht, pse i bëni? Sepse kam eksperiencën në sistemin shëndetësor. Në sistemin shëndetësor, ti do ta vesh veten në rolin e pacientit, do ta vesh veten në rolin e familjarit, do ta vesh veten në rolin atij që vjen për të marrë një shërbim të caktuar, për me gjetë se si e merr atë shërbim. Në qoftë se një njeri që ka një detyrë të caktuar ose merr një diçka për të rregulluar, në qoftë se nuk shkon dhe nuk shef në bazë fare se si është realiteti ose çfarë hallesh ka njerëzit, nuk mund të reflektoj në mënyrë korrekte për të bërë më të mirën për ta. Kështu që e keqja, e them ndryshe, si në shëndetësi, por dhe sot, për mua ka qenë gjithmonë motivim për të bërë diçka më të mirë. Ti ke qenë drejtor, dhe kjo është edhe prerogativa, pra ke qenë drejtor, ke organizuar, je popullor, ke shumë miq, edhe po kërkon këtë detyrë të rëndësishme të kryetarit të Bashkisë Tiranës, e cila aktualisht mos gaboj bëhet dhe më e madhe. Bëhet më e madhe, më e gjerë, më me halle, më e pa arritshme, më e pa kontrollueshme. Edhe duhet ndërtuar një strukturë e cila praktikisht mua më duket aliene në një sens, duke pasur parasysh se çfarë njerëzish jetojnë aktualisht në Tiranë. Po nuk të duket për një moment, Halim, dhe edhe sikur të mos ta ndjeje ti këtë si njeri i marrëdhënieve publike, unë të kisha thënë që ti ta kishe pranuar që njerëzit kuptonin që ti je një njeri si gjithë njerëzit e tjerë në një sens. Pra, a nuk të duket ajo fitore e 21-shit, jo fitoria, po fitoria në vazhdim, nuk të duket një detyrë pothuaj, një mision i pamundur? Me një Tiranë e cila praktikisht vetëm ka degraduar, njerëzit në të nuk din të jetojnë në pikpamje komunitare. Të më thënë nuk zgjidhin problemet të ndërtesave me ashensorin s'paguajnë, hidhen plerat nga kati aq, të gjitha rrugët janë të prishura, praktikisht, dhe kryetari i Bashkisë bëri këto ditë, e gjeti këto ditë dhe ditë të diele e gjeti, që të bënte me viza të Tiranës, të cilat sot kanë ikur sepse ishin, sikur ishin bërë me manikyr as të bardhë o të tejdukshëm. Ky është një qytet po thua i pa qeverisshëm. Halim, si do qeverisësh ti, po të bësh kryetar bashkie? Se njerëzit në Tiranë, njerëz të butë, hiu, nuk i marrin konsiderat. Unë në një emision të një kolegu tënd, shumë të nderuar, kur më pyeti për diçka rreth familjes, më kujtu një fakt se çfarë bënim në familjen tonë, ku babai ishte ekonomist, mamaja rroba qepse dhe unë dhe motra. Korrespondote se rrogat merreshin o me 1 o me 3, nuk e di a ke arrit të periudhë, 2 herë në muaj. Mblidheshim kur merreshin rrogat, merrja unë një letër i kalem, bas drekës që janë bashkarisht, dhe fillonim bënim llogarinë me laps në dorë se çfarë do shpenzonim ne për periudhën tjetër dhe sa vite rroga tjetër. Në qoftë se një njeri në jetë e bën këtë në familje, e bën këtë në një familje me 4 vetë, e bën këtë në një familje me 7-8 vetë, e bën këtë në një kolektiv me 30 vetë, me 300 vetë, apo dhe më gjërë, unë them është rruga e vetme për të çuar te suksesi. E dyta, unë nuk më duket aq e madhe Tirana, kur për një kohë shumë të shkurtë dhe situatë jashtëzakonisht të vështirë, para zgjedhore dhe pas zgjedhore, kur partia që mu me mbroi humbi në zgjedhje, unë në sistemin shëndetësor organizova në një kohë rekord një komunikim të jashtëzakonshëm me spitalet, me sistemin ambulator, me farmacit, duke i vënë në dispozicion një numër falas. Ti shko sot spitale e ke akoma numrin, po s'punon, 0800 811, duke i bëthirë çdo qytetari. Vepro tani bëj të dëgjohet zëri yt, sepse në qoftë se bashkë me qytetarët, ne vejmë në mbikëqyrje, çdo lloj hallke administrative në këtë vend do të jetë shumë e vështirë që njerëzit të abuzojnë. Dhe mënyra transparente e të bërit të problemeve dhe kontakti me qytetarin do të jenë dy, që kam shumë eksperiencë dhe e kam faktu, do të jenë 2 shtylla kryesore që të jesh i sigurt do më çojnë fitore. Cilët janë me emra njerëzit, intelektual, profesionist, të marrëdhënieve publike, por jo vetëm, urbanist, arkitekt, të cilët po punojnë për programin tënd? Dua 3 emra që të kuptoj
unë dhe gjithë publiku atë që produktin që do dali si projekt. Adi, do më falësh, po më ve pak në pozitë të vështirë. E di pse? Se në qofë se ne kemi një tavolin ku janë 15-20 vetë, kur shkoj sonte unë aty, 3 do jenë me sy të qeshur, dhe pjesa tjetër do rinë duke më pa kështu. Ndosha nuk ma thojnë, po thojnë, po mu më dha që po rikëtu dhe 1-2 natës. Është një ekip, Adi, shumë i përgatit, dhe po i njofim dhe njëri tjetrin. Po njofim dhe njëri tjetrin. Ato shtrojnë problemin, unë e them njërë mendimin tim, ato japin, si tush nga ana profesionale, dhe përkojmë me njëri tjetrin se si unë e bi lajmin ose situatën nga tereni dhe se si ato mendojnë zgjidhjen. Kështu që është një kombinim shumë komod. Pse mendon e kërkon zoti Velia me kaq ngul debatin me ty televiziv? E ke menduar këtë? Edhe herë po them. Truri im punon si të gjithë hallet. Nuk drit mendoj pse tha ky pse më thot kështu, ky pse po më kërko këtë, ky pse luti syrin, ky pse luti vetlën. Unë dëgjoj halle dhe mendoj se si zgjidh. Do të them dhe sekret tjetër? Dhe tani nuk e thon asnjë sekret. Jo, kaq shumë e ndjej këtë lloj përgjegjësie sa punë e parë thash Elcës. Elca thash, do paralizoj gjithë bisedat shoqërore të pavlerë në këtë periudhë dhe do koncentrohem, çdo energji do ta harxoj vetëm për këtë punë. Mua bete kështu, ç'kemi mirë si ja kalo, jam mundu ti kafe gjëra kështu që edhe mund me shoqërinë, absolutisht i kam veçu, i kam lënë pasaj për më vonë, tash jam vetëm i karikum 24 orë në 24 orë për këtë. Rrezik dhe në gjumë më punon Truri. Ti do përgatitesh, o ju do përgatisni grupi, do dilni me një projekt, me një manifest, me një program të ndryshimeve serioze që ky qytet ka nevojë në mënyrë tani më ekzistenciale. Në qoftë se nuk do t'i bëj, kjo Tiranë do të ndjejë një krizë, atë krizë që aktualisht e ndjen, jo vetëm në pikpamje të jetës përditshme, por edhe në tru një... Efektin e mjekimit do ndjejë, ta ke sigurt. Efektin e mjekimit sakt, ta ke sigurt. Më thuaj 5 nga të gjithë gjërat që po shoshisni e që po diskutoni. Thuaj 5 gjëra, Halim, që ti mendon që në Tiranë duhet të ndryshojnë, të vura 5, që të mos jenë 2, që t'jenë të rastësore dhe kështu të parëndësishme. 5 gjëra të rëndësishme që ti ndjejnë. Si me thënë, në 5 seancat antibiotikut, çfarë pritet të ndryshoj? Njerë, situata që është, nuk donë 5 seanca antibiotiku, se 5 seanca antibiotiku, as për një infekcion të bajame nuk ta rekomandoj se quhet gjysmëkure, që t'jemi sakt. Por, unë kam një gjadi, e trashëguar kjo nga sistemi shëndetësor. Pyetja ime për të gjithë ato që na dëgjojnë është kjo, cili është sekreti që ti të ndryshosh? Cila është fuqia e ndryshimit? Fuqia e ndryshimit për mua dhe për çdo njeri tjetër është një gjë shumë e thjeshtë, informacioni. Në qoftë se ti merr nga tregu, nga kontaktet, nga hallet e miletit, të gjithë problemet dhe i hedh ato në tavolinë, do shohësh që biznesi po rënohet, ka mungesë konkurrence, dikush paguën në dorë, dikush jo, dikë e rënojnë e shëmbin, dikë jo, energjia është ngrit 30%, taksa shoqërore janë, siguracioni shoqëror janë ngrit, janë mbyll 3.774 biznese vetëm vitin 2014, nga 2.500 janë mbyll 2013. Njerëzit ankohen për listat e së zgjatura dhe që s'ka një zgjidhje, nuk shohin një zgjidhje në perspektivë. I vetë një dyqan që bët xhiro është ai që shet valizhe, ble valizhe, çanta, futi, rasi, rroba, tikim, ku, vetëm tikim. Është një situatë vërtet shumë e papranueshme. Të gjitha këto informacione dhe probleme që ne hasim, i hedhim tavolinë në darkë. Dhe në bazë të këtyre, ne ndërtojmë rrugën ose kolonat në cilat do të bazohet programi jonë. Por, di një gjadi, që nga gjithë të probleme që ne kemi përpara, do të ngulim këmbë në ato që e japin impaktin e menjëhershëm, e prekin jetën e përditshme, fillojnë të lindin shpresën dhe ka një impakt në jetën e përditshme qytetarëve. Unë vi nga sistemi shëndetësor ku ka dhe një sekret tjetër. Bë gjëra të vogla, po të shumta dhe me eksaktësi,
Dhe në qoftë se ti ke bë këtë, e ke përsos sistemi shëndetësor. Kështu që dhe në jetën e përditshme të qytetarit, ky do të jetë sekreti. Gjëra të vogla, të përditshme, të pandarshme, të cilat se s'bë do të japin efektet e duhura. Le ta supozojmë një moment që ti do të fitosh garën për Bashkinë e Tiranës. Edhe për relativisht nuk e di sa vjet, do jesh i detyruar që të komunikosh me qeverinë qendrore, e cila është e majtë socialiste. Rasti ka treguar që marrëdhëniet midis qeverisë dhe kryetarit bashkisë nga dy grupime të ndryshme partijake sjellin bllokim, mosmarrveshje, reaksione antipatie që shkojnë deri në batuta kalimtare. E ke marrë këtë në konsiderat, apo është herët tani, apo nuk do që ta mendosh, apo ti mund të qasesh ndryshe në qoftë se do të ndodhte që të kishe fitore? Po të shikosh me vëmendje, të gjitha kontradiktat politike, ose përplasjet politike, ose përplasjet e politikës, ka një pasojë. E kush e ha pasojën? Qytetari thjesht. E çai prishet puna kryetarit bashkisë apo kryeministit, pa themi kot, në aspektin e zhvillimit të debateve, se bulevardi bëhet këtë vit, apo bëhet mas 2 vjetësh, ose kur të bëhem unë kryetar bashkie. Por në fakt, qytetarëve hiqet mundësia për 10 mijëra vende pune. Ato që punojnë në firma ndërtuese për ndërtu, ato që ndërtesa që do bëhen për të shfrytzu. Është një mundësi shumë e madhe punësimi dhe ky është fakti që politika konfliktuale se si e dëmton interesin e përditshëm të qytetarit. Në rastin konkret, në qoftë se zoti Rama ka përplasje me zotin Basha, ato janë të dy konkurrentë se kush do ketë frenat e qeverisë. Me mund dyshon kjo punë, sepse unë nuk jam konkurrent për qeverinë. Unë jam konkurrent për të menaxhuar qytetin, ashtu si kurse dje ka menaxhuar sistemin shëndetësor kur më zhdojnë mundësia. E para. Do me bë pyetje tjetër di. E dyta, në 15 vjet, jo. Mua më pëlqen shumë që je i kujdesshëm për ta lexuar, në vend të të lexoj unë ty, më lexon ti mua portretin. Jo, po të pasim unë mbushem me fryp, po pse mos miki filli. E dyta, di, unë vi nga 15 vjet afërsisht në drejtim të një institucioni, jo pak të rëndësishëm, që kishe nga 10.000 deri në 7.500 lindje në vit. Ku kam pas disa kryeministra të disa lloj forcave politike. Kam pas ministra nga të gjitha llojet e koalicioneve. Absolutisht me të gjithë kam gjetë rrugë bashkëpunimi, sepse çdo bashkëpunim i imi me ato që kam mbi kokë ose që kam përballë është në shërbim të pacientit. Dhe nuk ka pse unë këtë lloj metode pune ta ndryshoj tash. Unë kam përbosh ti stridorën e bashkëpunimit çdo lloj njeriu që kam përballë për të mirën e punës. Kjo është arsyeja, një ndër shumë arsye që unë s'kthej përgjigje. Nëse do bashkëpunojmë, si të thotë, po ti që më the mua të erë kështu, absolutisht, se erdhën ditët, do fillojmë nga puna. Kam një pyetje të fundit. Si fle ti këto kohë? Si fle? Fle mirë dhe a shef në një ëndër dhe ke parë në një ëndër interesante që ja vlen ta ndash me mua? Kur mora lajmin, po për politë shatë natë, 3 mëngjesit, më tha Eca, a më qa bëmë dhe në qmenet dhe dërishrat për krevat. I thash, hemi gru, i thash, pas ka qene shkru me musle i hera hatë. Jo të shi që bëj 10 orë më ditë Tiranës, me hiqë apendicidi natën nuk marrë vesh. Po jam flej i qetë, sepse shof gjëra dhe mendoj zgjidhje, kështu që flej rahat. Më vjen shumë mirë. Më vjen natyrshëm çdo mikut, siç kemi Erionin gjithashtu, siç kemi Gjergjin, gjithashtu çdo miku të mirë, si kam ty, me shumë dashamirësie e dashuri për periudhë të gjatë kohe, të uroj garë të mbarë dhe të them një gjë që është burim humori midis nesh, të përqafoj. 2 herë unë. Sa marrë 2 herë. Unë do t'ju përshëndes dhe ju me poezinë e njohur të Maja Angelou, ne po shkojmë gradualisht drejt fundit të këtij cikli. Kemi vendosur ta zgjasim përtej majit, sepse i gjithë fillimi qershori do të jetë emfatik, me energji,
sepse do të zgjedhim kryetarin e bashkisë qytetit tonë, ose kryetar të tjerë në për qytete të tjera të Shqipërisë. Një garë e bukur, të cilën të bukur duhet ta konsiderojmë, pa mblefe, helme, tashakeqësi, por në shërbim të, më vjen të them dhe unë si doktor Halimi, në shërbim të pacientëve, sepse në këtë vend për fat të keq jemi shumë të tillë. Takojmë përsëri të premten me një tjetër personazh interesant. Deri atëherë, miru dëgjofshim e miru pafshim. Ti mund ma shprishësh historinë. Me vargjet e tu të hidhur, të ligë, mund më shkelësh në mes të pislikut, por sërish si pluhuri, unë do të ngrihem. Të mërzit gjallëria ime. Zymtësia, përse të ka kapluar? Apo se unë esi si kur të kem puse nafte që pompoj në dhomën time të ndënjes. Njësoj si hana dhe si diet, me sigurin e baticës, njësoj si shpresat që gufojnë lartë. Sërish, unë ngrihem. Dojet më shije të thyer, kokullur, me sytë poshtë. Shpatullat që bien si lotët të dobësuara nga britmat e shpirtit tim. Ofendohesh nga fodullaku im. A nuk e merr si shkeq faktin që unë qesh, sikur të kemi një ari, gërmuar mu në kopshtin tim të mbrapëm. Mund të më qëllosh me fjalët e tua, mund të më bësh copash me sytë e tu, mund të më vrasësh me urrejtjen tënde, por sërish si jeta, unë do të ngrihem. Të mërzit joshja ime. Të befason, mënyra si kërcej, si të kisha diamant, aty ku kopshët më bashkohen. Nga skutat e turpit të historisë, unë ngrihem. Nga e kaluara e kalbur në dhimbje, unë ngrihem. Unë jam një oqean i zi, i gjerë, i trazuar. Me gufime dhe enjtje, unë bartem në baticë. Duke lënë prapa ne terrori dhe frike, unë ngrihem. Gjatë një agimi mrekullisht të kthjellët, unë ngrihem duke si dhuratat që lanë pararcit. Unë jam ëndra dhe shpresa e sklavit. Unë ngrihem, unë ngrihem, unë ngrihem.